Në këtë video do të mësojmë se si funksionojnë layers. Fillimisht kena hap një dritare apo një projekt me dimensione 500 me 500 piksela. Shkoj këtu me tastin e djathtë, hapet këtu ke zgjedhje katrori. E moj shiftin shtypur dhe pastaj e krijoj për shembull një formë kështu. Shkoj gjithmonë te Move Tool apo te shigjeta lart. Apo duke klikuar tastin V, domethënë shkurtesa V. Tash për ta krijuar një layer të ri, klikojmë këtu. U kriju një layer i ri, pastaj po shkoj këtu te katrori me tastin e djathtë dhe zgjedhje Ellipse Tool, domethënë rrethin. Edhe e mbaj shiftin shtypur për të krijuar rrethin në mënyrë proporcionale, se nëse e krijoj pa shift, më mundson me kriju në formë elipse apo domethënë jo formë të rrethit. Ndërsa nëse klikoj shiftin, forma krijohet me dimensione të barabarta apo në këtë rast krijohet rreth. Për shembull kështu. Tani këtu i shohim janë dy lajera. Nëse vendosim këtë formën me këtë formën, tani për momentin ne e shohim si një formë, domethënë këtu e përvremi vetëm katrorin për arsye se rrethi e ka ngjyrën e njëjtë me të katrorit, gjithashtu është edhe më e vogël se katrori. Nëse klikojmë mbi rreth, edhe rritim rrethin me shift prap. Klikojmë OK, aprovojmë veprimin. Shikoni tani e vremi vetëm rrethin. Katrori nuk vret, për arsye se rrethi është më i madh se katrori. Gjithashtu është edhe ngjyra e njëjtë, domethënë e zezë është edhe për katrorin dhe për rrethin. Nëse klikojmë këtu dy herë, hapet dritarja e cila na mundson formës me ndryshuar ngjyra. Këtu e kemi mundësinë me zgjedh llojin e ngjyrës. Ndërsa këtu nuancën e ngjyrës. Për shembull, e zgjedh këto, pastaj klikoj këtu tikon. Shikoni se si rrethi e mor ngjyrën e gjelbërt. Klikojmë OK. Po tani edhe pse ka ngjyrën ndryshe nga katrori, prap nuk përshihet katrori. Për arsye se rrethi renditjen e ka më lart se katrori. Nëse dëshirojmë që katrori të shihet, atëherë klikojmë katrorin dhe vendosim lart. Shikoni. Tani shihet edhe katrori edhe rrethi. Tani po I kopjoj disa katrora, duke marrë të shtypur CTRL edhe Alt edhe mausin drag and drop, më thonë. Shikoni, bona disa. Po klikoj për ndryshoj ngjyrat. Klikoj këtë. Do bëj ngjyra pak më ndryshe. Shikoni, tani kemi më shumë forma, gjithashtu këtu kemi më shumë lajera. Se cila formë që është e krijuar është një layer në vetë. Ta shikoni. Tash e katërta është kjo. Se vendosë këtu apo vreni tani po shihet e zeza, sepse e zeza është mbi të katërt. Ndërsa e kuqja është më së lartë. Nëse du që ky katror I kuq të jetë në fund, atëherë mundem me lëviz kështu. Aton renditjen siç dëshirojmë. E kemi edhe një opcion tjetër, një shkurtesë. Nëse klikojmë CTRL edhe klapën, shikoni, lëviz nga një layer më poshtë. Klapën e djathtë lëviz nga një layer më lart. Ndërsa kur kemi shumë lajera, nëse dome që kjo automatikisht me shku apo mu rradhit e fundit, atëherë klikojmë CTRL, Shift edhe klapën e majt, shkon më së poshti me klapën e djathtë më së lartë. Domethënë, nuk shkon një nga një sikur vetëm me CTRL, po CTRL edhe Shift shkon më së lartë edhe më së poshti. Domethënë kjo është një shkurtesë. Përveç kësaj e kemi mundësinë çdo layer me emërtu. Për shembull, këtë mund të shënu. 1 2 3 4 5
ton edhe bëmi në gjithë për 1 deri në 5 për shembull. Përveç kësaj, e kemi mundësinë që këtu të ky syri këto lajerin për shembull nuk dëshirojmë me fshi, por mundim vetëm me fshi apo hajt. Shikoni, klikoj syrin, forma nuk është fshirë, por vetëm është fshirë. Ka raste që nuk ju nevojitet me fshi për momentin, por vetëm doni për mos mu pa. Nëse momi më usin këtu klikum e ngremi zvarë të poshtë, shikoni këtu fshen automatikisht, apo nëse klikome kështu, shfaqen të gjitha. Kjo është një metodë më e shpejtë. Përveç kësaj, e kemi mundësinë me bloku. Zakonisht përdoret për background, por ka raste që përdoret me lajera tjera. Nëse dëshirojmë për shembull që ky rrethim mos me livrit, atëherë e klikojmë opsionin lock, ketrynin këtu. Shikoni automatikisht i shtohet një ikonë. Kjo ikona tregon që kjo formë është e bllokuar. Dhe nëse i selektoj tani të gjitha, shikoni vetëm rrethi nuk lëvizet dhe këtu nuk selektohet për arsye se është lock. Se klikoj këtu e heq drynin, dhe pastaj mundën me lëviz. Përveç kësaj, e kemi mundësinë me kriju edhe grupe, apo si që njihem si foldera. Krijojmë një grup, kriju grupi, mundën me selektu këtë, pastaj me CTRL edhe këtë, CTRL e kam shtypur edhe këtë, edhe i drag and drop i vendosi këto në grup. Shikoni, largohëm pak më pak që me tregu që janë në grup. Grupi mundet më mbyllë kështu, njësoj lene dhe kjo opcioni me mbyllë. Pro tani janë këtu si një grup. Mundë me kriju edhe një nën grup, për shembull këtë për lëvizit e nën grupi. Edhe grupet mundë mu editu emri, për shembull test 2. Tani për momentin, edhe pse janë këto në grup, unë në mundëm mi selektu njërë të pavarur. E kemi një opcion këtu, quhet Auto Select. Këtu e kemi klikuar Auto Select, nërsa këtu e kemi të zgjedhur layer. Nëse e ndryshojmë këtë nga layer në grup, atëherë, nëse klikoj këtu grupin, këtu lëvizin të gjitha si një grup. Për arsye se Auto Select e kam zgjedhur mu kliku një grup. Ka e klikoj këtë, prap lëviz i gjithë grupi, për arsye se këtu e kam Auto Select grup. Se shkoj të ndryshoj këtu layer, atëherë klikoj edhe mundem mi lëviz një të pavarur edhe pse janë në grup. Nëse dëshiroj me hek nga grupi, mjafton vetëm me ngrej drag and drop, me vendos tu dikun, edhe kjo heket nga grupi. Përveç kësaj, kur kemi shumë lajera, nëse dëshirojmë që ndonjë nga lajerat të dallohet nga të tjerat, shkomi për shembull këtu, tasin e djathtë, e kemi mundësinë me ndërkohë ngjyra. Ngjyrën red, kuqe, orange. Shikoni, kemi disa ngjyra që i ka standard programe. Apo no color. Okej. I fshi qëto, dhe tani kam vetëm këto. I fshita duke klikuar delete. Tani e kemi një opcion tjetër. Shikoni për selektoj këto dy forma. Edhe nëse klikoj të kjo zinqiri këto, kjo një lidhje, link. Shikoni, tani këto është shtuar kjo ikona, është shfaqur. Edhe nëse e lëvizit njërën, lëvizit edhe tjetër. Nëse dëshiroj të heqin nga lidhja, atëherë vetëm klikoj të lidhja edhe heket lidhja.